çfarë propozohet nga ty të bëhet, sepse ti e ke menduar gjatë, ti ke bërë një analizë të ndershme dhe të vërtet personale, sepse ke interes për këtë ngjarje. Adi nuk e di, un kam shkruajtur programin e Partisë Demokratike për çështjen e riadësimit shqiptarëve. Kujdes, jo ripopullim, si çdo kryeministri ta quaj, me marrëveshjen e Rama Meloni, për shembull, si një precedent që do shërbej për ardhjen e emigrantëve afrikan, ndoshta për të ripopulluar Shqipërinë, por ne duam të bashkojmë familjen shqiptare. Dhe në rast se ne bashkojmë familjen shqiptare me riadësimin e shqiptarëve në këtë rast, atëherë jo vetëm Kruja dhe Durrësi, po e gjithë Shqipëria do prosperoj, sepse familja shqiptare është sot e përgjysmuar, gjysma jeton brenda dhe gjysma jeton jashtë shtetit. A kemi ne mundësi që ata njerëz që kur të kthehen nga jashtë brenda 5 vitet e para të mos paguajnë asnjë taks? Është në programin e Partisë Demokratike, në rast se do hapin një biznes. E dyta, do japim kredi për strehim nga 5 deri në 30.000 euro për çiftet e reja. Un jam vetë një njerëz që nuk kam bler akoma shtëpi, jetoj me qera personalisht. Dhe nga ana tjetër kemi një plan patriotik. Unë mendoj që kjo është një qeveri kuislinge e cila po i bën dëm Shqipërisë. Nga ana tjetër duhet një qeveri patriotike që babait i thot baba dhe jo prindi një, dhe mamas i thot nën, jo prindi dy, siç ta duan ne quajnë. Amerikanët i lanë hesapet me këtë histori me 5 nëntor. Unë gjykoj që ka ardhur koha dhe momenti që në Shqipëri ne t'japim një përgjigje tjetër, agjendës majtiste për të na çuar drejt satanizmit, për të mohuar Zotin, për të vënë pikpyetje dy gjinit, mashkull dhe femër, apo për të bërë ato që kemi parë në Bashkinë e Tiranës, martesat të njëjtës gjini kur ligji shqiptar nuk e lejon. Pra, kam hyrë në politik për shpopullimin, kam hyrë në politik për të mbrojtur familjen dhe sigurisht unë jam një besimtar dhe besoj në Zot, fëmia i tretë në Shqipëri do të trajtohet nga shteti nga 0 deri 23 vjeç.